Ku i filloj? Mirëmbrëma të nderuar bashkëdhëtar kudo që ndodheni. Nga studio e televizionit Një Dritare ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj shikim të këndshëm. Një përshëndetje speciale shkon sonte për drejtorin e TV Një Dritare, profesorin akademik Ungjin Musa, të cilit i uroj me zemër shërim të shpejtë dhe të kthehet pranë nesh në studion tonë. Por sonte kemi një të ftuar speciale, një poete, një shkrimtare, një humaniste, e kush mund t'jetë tjetër përveç se Bujana Malaj. Mirë se erdhe në studion tonë. Kënaqësi të kemi këtu, Bujana. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se ju gjeta. Faleminderit. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Dhe dua ta nis vërtet ashtu siç e fillove dhe siç e filluat edhe ju e dashdonia Albina, me një urim për profesorin, për akademikun Gjin Musa, i cili edhe sonte na mungon në këtë emision, dhe dua t'i uroj një shërim sa më të shpejt e të jetë sa më shpejt midis nesh. Në për emisione dhe kudo në jetën aktive të tij, që ka vite e dekada nëpërmes televizionit, nëpërmes shkrimeve, nëpërmes bisedave dhe çdo gjë që ai punon. Me që jemi edhe në prag të festave të nëntorit, dua të shfrytëzoj sonte momentin të uroj të gjithë shqiptarët kudo që janë, brenda dhe jashtë atë dheut, gëzuar festat e bukura të nëntorit. Sepse ndoshta nuk më jepet mundësia që t'jem live, sikur sonte, është pak herët, po gjithsesi urimet kur nuk kanë kohë. Kështu që u uroj të gjithëve gëzuar festat dhe për një Shqipëri sa më të mbar, sa më të ndritur, edhe pas kaq vitesh, një shekull e më tepër liri dhe pavarësi, ne po e shohim çdo ditë se ku jemi dhe sinqerisht më vjen keq për gjithë të gjëra dhe ngjarjet që ndodhin në Shqipërinë tonë, por përsëri ju uroj gjithë shqiptarëve një jetë sa më të mirë, sa më dinjitoze dhe gëzuar dy festat, të flamurit dhe të çlirimit të atëut tonë. Faleminderit Bojana, faleminderit, një urim shumë i mirë. Po, kush është Bojana? Le të flasim për Bojanën. Bojana Malaj ka lindur në Bojan të Malësisë së Gjakovës në vitin 1959. Ajo vjen nga një familje e madhe, 6 vëllezër dhe 4 motra. Një familje e thjeshtë, patriotike dhe misionare. Ka mbaruar shkollën fillore dhe 8 vjeçare në vendlindje, dhe më pas ka ndjekur shkollën e mesme 16 tetori në Tropoj e Vjetër. Bojana mbylli pasionin e saj brenda vetës për të shkruar pas burgimit të vëllait të saj, Hasanit, që e burgosen për politik me 10 vite burg. Vetëm 22 vjeç e mbyllën në burgun e Spaqit. Bojana u martua në një rreth tjetër të Shqipërisë, pikërisht në Dibër. Në vitet e demokracisë emigroi bashkë me familjen të shumë shqiptar të tjerë. Tashmë, pas 26 viteve emigrim, ajo jeton mes Tiranës dhe Londrës. Jeta e saj në emigrim s'ka qenë e lehtë. Përveç se një nën e përkushtuar, ajo nuk la pas dore pasionin e saj për letërsi. Ajo ka shkruar deri tani 11 libra gjithsejt, një roman, tregime përjetësime, kujtime të arta dedikuar ikonës së kinematografisë Zojnë Margarita Gjepa,
dhe 9 libra me poezi. Disa nga librat me poezi po I përmendim. Gjithë kundrit ti qik po ban, as kunsje si në vendin tënd. Jam poetja e mërgimit, në zemrën time është tropoja, nan, besa bes, medalioni, kënga e bjeshkëve, pse vajton bylbyli. Malsoria dhe këngët e arta dedikuar ikonës së kinematografisë shqiptare që e përmendëm dhe më parë Margarita Gjepës. Krimtaria letrare bujanës është përfshirë në shumë antologji. Gjithashtu, ajo është aktiviste, humane, ambasadore e përhershme e paqes botërore, misionare e paqes, kalorse e paqes botërore, nënkritare e pajtimit mbar kombëtar, antare nderi e disa shoqatave, agjencive dhe kuvendeve për bashkim kombëtar. Vitet e fundit, ajo jeton, siç thamë dhe më parë, mes Tiranës dhe Londrës. Por kush është Bujana dhe kujtimet që ndoshta si ka përmendur asnjëherë mbrejsa që I ka lënë rinia dhe letërsia në atë kohë që detyrohet t'i mbylli brenda vetes, mund t'na I thoj vetëm Bojana. Bojana, fjala për ty, këtë si që t'kemi. Faleminderit për prezantimin tim. Të filloj tashin nga rinia ime, është nuk di se çfarë të them. Unë I kam shprehur edhe në romanin tim, autentik, por letërsia ime u mbyll, sikur e thatë edhe juve, u mbyll herët në rinin time me burgosjen e vllait tim dhe kaluam nga një start tjetër të jetesës. Megjithatë, unë e kisha pasionin tim. Pasioni asnjëherë nuk harrohet. Pasioni asnjëherë nuk lihet I kyçur. Ndoshta lihet me muaj me disa vite, po jo përjetësisht, për ato që ka pasion. Dhe unë e rifillova pavarësisht se ika në emigrim bashkë me familjen time prej 26 vitesh. Dikur I erdhi momenti, më kërkoj vetë poezia, më kërkuan vetë ato vargje që dikur I kisha futur diku ndër sejtare dhe sikur me trokitën në kokën time, në memorien time, koha iku, jeta iku, vitet ikin. Kur do flasish me ne? Dhe unë u përqendrova ka ato vargje që kam pas shkruar më përpara, të mbledhura pika, sikur I themi ne malsorët, se unë jam malsore dhe jam shumë krenare, dhe fillova që të shkruaj vërtet, ndoshta ishte një kohë që du ta kisha filluar më përpara, por vetëm atëherë u mundova që t'i shkruaj, t'i mbledh dhe fillova të baj poezit, vëllimet e mia, siç thatë edhe juve, me 9 libra deri tani. Flasish për poezit, e sidomos për bjeshkët tona, për tropojen që unë I shkruaj shumë lindjes time, për postat dheut, për post emigrimit, ashtu si që jeni edhe ju, zonja Albina, sikur mund dhe ti nuk I din të gjithë bashkat dhetaret që janë këtu, brenda vendeve të tyre që jetojnë, si në Kosovë, si në Shqipëri, neve I kemi përjetuar të gjitha, dhe vargjet, apo vargu, del vet. Sikur të ndjek mbrapa dhe të thot, ku je, më shkruaj, ja. Edhe kështu fillova dhe unë. Mendoha që do të bëj pak libra, se a shumë kisha dhe kohën time, por ja që unë arrita në 11 tani, këtë vit që mbylla 4 librat e fundit, dhe jam shumë krenare dhe shumë I lumtur për të qenë. Po, ti ke folur për librat e parë dhe në emisionet të tjera, jo se janë të parëndësishme, se të gjithë librat kanë rëndësinë e tyre, por unë do isha shumë kurioze të më flisni pak për promovimin e fundit që bët. E kam ndjekur në rrjetet sociale, dëshira ishte shumë e madhe të ishim edhe ne prezent, por largësia bën punën e saj. Dhe më pas
të na flasësh për librat. Çfarë përmbajnë, çfarë temash, romani, diçka më gjërësisht? Po, ky promovim që e bëra në tetor, në muajin e letërsisë, në tetor që kaloi tani, me datën 18 tetor, ishte jo një aktivitet, po do ta quaja një ndër veprimtaritë më të shkëlqyera të mia, një nga veprat më të bukura të vitit 2025, të cilën e përmlodha me 8 libra. 3 promovimet e para të 3 librave të parë Pra diçka me audion, se na kthehet zëri. Pra zëri. Prandaj qëndroja edhe unë nga njëherë live ndodhin këto. E shoh, normal, është shumë normale. 3 promovimet e para, Albina, unë i kam bërë një nga një librat. Librin e parë, një. Librin e dytë, një promovim tjetër, librin e tretë, një promovim tjetër çdo vit, domethënë përpara Covidit. Dhe aty kam qenë shumë e lumtur që kam patur të themi të ndjerë, nuk i them dot, sepse ajo jeton. Jeton brenda nesh, e vërtet. Jeton midis nesh, e sidomos afër meje që kam pas një mike të jashtëzakonshme, e dashura Margarita Xhepa, dhe të 3 promovimet e para, po unë kam ndjerë një kënaqësi të jashtëzakonshme. Ndërsa po kthehet zani Albina, po tash unë po vazhdoj gjithë. Po dhe gjatë kohës që po lexoja, ajo të jepi çik Dësa promovimin e 8 librave tjerë, 4 të vitit të kaluar, 4 të vitit të sëmjetshëm, i mblodha të gjithë së bashku dhe i quajta fëmijët e pleqërisë. Bukur. Edhe këta më dhanë një kënaqësi të jashtëzakonshme. Unë i kam prezentuar edhe në për kanalet televizive, si që dini dhe ju, ke Rodina Magjestari të Klani, në ke TV-shëja, në për stacionet, në për kanalet e tjera televizive, por me që unë qëndrova gjatë 3 muaj për t'i mbyll këta libra këtu në Tiranë, nuk më dha mundësia dhe e përshpejtova më shpejt promovimin dhe e bëra me datën 18, ku ishte një kënaqësi jashtëzakonshme, me profesor, si që dihet, që marrin pjesë, poet, shkrimtar, artistë të ndryshëm dhe moderator me të cilin unë ndjeva jashtëzakonisht të mirë, jo vetëm unë, por të gjithë ai person që i moderon aktivitetet e të tjerëve, është zoti Defrimet Hasani, që me zërin e tij dhe me si të them evoluimin e tij, ai jep një jehon të jashtëzakonshme çdo eventi që bëhet. Dhe e përfundova me shumë sukses. Por brenda këtij aktiviteti, këtij promovimi tim, kishim dhe shumë njerëz të tjerë, të cilët morën pjesë nga Kosova, nga Kosova jon, nga Gjakova, pikërisht. Aty kishim një surprizë që unë e kisha përgatitur për një nan heroin të Gjakovës, për zonjën Luljeta Sharani, të cilën e kisha propozuar prej kohësh që ajo të pranohet ambasadore për paqe, me dëshirën e saj që të pranohet të brenda në Tiranë, dhe neve e bëm brenda këtij aktiviteti tim. Dhe ky ishte kulmi i mbi gjithë aktivitetit, mbi gjithë kënaqësisë, e cila kishte ardhur me shumë njerëz që kishin përcjellur bashkë me të, kishin shoqëruar nga Gjakova, një non heroike që i ka dhënë shumë Kosovës, lirisë së Kosovës, tokës së Kosovës, gjakun e 2 djemve të vetëm, 20 dhe 22 vjeç. Bashkëshortin e saj të ri dhe 3 kunetër. Pra aty ishte një familje e madhe, ashtu si që qytëm dhe atë ditë brenda këtij aktiviteti, familja e Kombit. Ishte një surprizë, ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme, kur ajo nan doli me montazh fotosh të gjatë 10 metër në skenën
e servitë ambasadës së Paqes në sallën Alfred Moisiu në Tiranë dhe shikuam gjithë atë skenë të fëmijëve, të dëshmorëve, të herojve të Gjakovës që i kishin rreshtuar, ishte një emocion vete. Dhe sinqerisht na ka ngel, jo vetëm mua që unë ishte dita ime atë ditë, por e të gjithë pranishmëve dhe sinqerisht nuk e përshkruaj dot këtë emocion. Ja, me vërtet bukur, Bojana humaniste edhe në promovimin e saj gjen një mënyrë për të ngritur dhe figurat që e meritojnë me vërtet. Por na flisni pak për 4 librat tuaj. Të flasim tani për fëmijët e pleqërisë, siç i quhen ti. Po, Si titullohen, merri me radhë sipas dëshirës tënde. patjetër. 4 librat e mi të fundit janë romani autentik i imi, historia ime, por jo fundi im. Është libri i dytë, Mbresat që kam pasur me Margarita Xhepën, se nga afiniteti që kam pas shumë me ta, unë i thras gjithmonë në emër direkt, se kështu e kemi quajtur njëra tjetrën, kujtimet e arta, dhe 2 libra të tjerë me poezi, Pse vajton bylbyli dhe Malsoria. Këto janë me disa njëri me tregime dhe tjetri autentik për jetën tim. Të flasësh për këto libra tani nuk e di se imagjinoj dot, sepse Po libri flet dhe vetë, mund të na lexosh ndonjë pjesë nga librat që të pëlqejnë, patjetër. nga romani, poezi. Nëse gjithmonë i ke aty pranë se i mban. Të them të vërtetin nuk kam edhe librat krejta, sepse atë ditë që kishim promovimin e librave, unë nxora shumë libra atje, pata botuar shumë libra, edhe botimi që po shumë i cilësisë së mirë dhe nuk ngelen libra, ngelen shumë pak, e mbi të gjitha, shitja e atyre librave shkonte gjithmonë për pamirësi, siç bëj. Duke i Dhe kjo të bën nder me të vërtet. duke falenderuar të gjithë lexuesit, të gjithë të dhe morën, blen, duke e ditur edhe ata se ku do shkojnë ato para. Duke parë humanizmin tim, ato para shkonin për bamirësi dhe ashtu vërtet shkuan. Dhe jam shumë e lumtur që një numër i konsiderueshëm i librave atë ditë u shit. Tani unë do lexoj pak nga fundi i librit dedikuar të madhes Margarita Xhepa, vetëm mbylljen e saj. Mbylljen e librit, domethënë, jo mbyllja. Mbyllja ime me Margarita Xhepën ose e asaj me mua nuk mbyllet kurrë. Kjo është një gjë e sigurt. Mund të themi mbyllja e librit, po jo Po, e thash e mbyllja. dashurisë dhe e miqësisë që të ka lidhur me të. Po. Edhe pse fizikisht nuk është më mes ripez, si një melodi e pamërimt. Pa ta fatin të jem në përcjelljen e saj të fundit, edhe me lot. Edhe pse larg në mërgim, sepse ishte detyrë dhe nder i miqësisë që në pyet. Nuk të dohi është një dritare kujtime. Është një aromite. Pas një perl e shpirtit tim. Të fatë libri janë streha, ku Margarita jeton pritësisht, si një flak që nuk shuhet kurrë në zemrën time. Unë udhtova nga larg për ta parë edhe një herë. Ajo udhtoi drejt amshimit për të mbetur gjithnjë pranë mit. Ajo ndan nga jeta, por mbeti si ylli i artit shqiptar që nuk fiket kurrë. Ky album me kujtime dhe fotografi është një buqet falënderimi për mikeshën time të shtrejtë, Margarita Xhepa, e paharuar, që më dhuroi çaste të arta, buzëqeshje të pastra dhe dashuri fisnike. Ky libër mbyllet këtu, por jo lidhja ime me të.
Margarita do të mbetet gjithmonë në zemrën time, si mike besnike, si mus frymëzuese, si dritë e përjetshme që ndriçon rrugën time mes artit dhe paqes. Duke shfletuar këtë paqe, ajo jeton. Buzëqesh dhe flet me mua çdo ditë. Çdo ditë e mira, e bukura dhe e ndritura, Margarita Xhepa. Aktoria që ktheu skenën në tempull dhe artin në përjetësi. Pas ke lindur moj në të hyrë të prit, duke mbajtur riso zërat e bilbilit dhe emrin tënd vallë, ku sa fjodhi, Margaritar të paqëtuar i skorpi. Në shumë mirë se sa gjanë të kam, nga vitet e mia sa dhe të kisha dhënë. As pak nuk më dhimbsen t'i ndaja me ty. Një jetë të kisha unë, e dy t'i kishe ti. Bravo, Bojana, më të vërtet bukur. Unë kam pasur fatin ta njoh nga afër dhe thjeshtësia dhe gjithçka që ajo të përshtaton të ishte dritë me të vërtet dhe ti ke shumë të drejtë që shkruan ato vargje që ti ke pasur edhe më afërsi e ke takuar më shpesh se unë. Unë kam shumë kujtime me ta, kam pas fatin që t'ju njoh edhe juve brenda asaj veprimtarie tonë të përbashkët që kemi patur në Kejona shqiptare dhe që aty vërtet të kam njohur, ju kam njohur edhe ju dhe jam shumë patjetër atje jemi njohur të dyja. Po, jam shumë e lumtur që vërtet aty kam njohur shumë miq, shumë mikesha. Margaritën nuk e kam njohur aty, Margaritën e kam njohur më përpara, shumë më përpara. Pastaj mbrapa me aktivitetet e mia, me që ajo ishte presidente e asaj shoqate, ajo diçka më tha që Bojana, me që ju jeni humane për fëmijë, për pleq, për të smur, aq sa mundem nga vetja ime, jo se jam shoqat, do të bëjmë bashkë diçka. Çfarë i thash? Tha, këtë humanizëm që e ban diku tjetër, ta kthejmë ke Jehona shqiptare, se kemi shumë fëmijë me aftësi të kufizuar. Dhe unë e pranova me kënaqësi dhe si mjet është viti i 4, dhjetori i 4, që unë për nderin e Margarita Xhepës, për amanetin e asaj, unë do të vazhdoj këtë mision aq sa të mund. Sepse nuk them dot që se asgjë nuk është e përhershme, por do bëj të pamunduren që ta vazhdoj aq sa të mundem, aq sa të shkoje. Që kam një amanet të asaj që tretet fiziku i saj në tokë, por kur nuk tretet emri edhe çfarë ka lënë ajo pas. Kjo është amaneti ta që dhe humanizmi që bën me fëmijët jetim ty të jep diçka më tepër se ne të tjerë që shkruajnë. Komplimenti me të vërtetë ajo është jo vetëm dritë, por dhe shpresë që ju dhuron atyre fëmijëve. Shumë e saktë, shumë e qartë. Shqipëria vërtet ka shumë nevojë për çdo gjë, por ne do mundohemi që të bëjmë aq sa të mundemi. Aq sa të kemi fuqinë tonë. Jo vetëm ne, jo vetëm unë, jo vetëm ti, por të gjithë duhet të mendojmë për këta fëmijë, jo vetëm për këta fëmijë, por dhe në gjendje të tjera, se ka njerëz sa të duash që vujnë nga nevoja e tyre ndryshme. Nuk jemi aq të fuqishëm që neve të zëmë të gjithë ata që kanë nevojë, por aq sa të mundemi. Asgjë nuk i tepron askujt, por të heqim nga vetja jonë dhe të japim diçka atyre fëmijëve apo atyre njerëzve që kanë nevojë. E sidomos ajo fare pak ndoshta për ne s'është asgjë, por mblidhet për ato shumë. Shumë. E sidomos në për festa që edhe ata të gëzojnë bashkë me neve, të jenë të barabartë bashkë me neve, jo se nuk kanë në përshpijat e veta, se çdo familje, çdo prind mundohet që t'ja krijojë kushtet, por diçka kur janë fëmijë të smur, fëmijë me aftësi ndryshe, diçka ndjehen më të afërt, ndjehen më të përzemërt pranë të tjerëve, dhe ne gjithmonë duhet ta kthejmë kokën prej atyre fëmijëve. Ky është mendimi im dhe patjetër, jo, është mendim dhe
Ti nuk e ke vetëm mendim, po e bën me fakte konkrete, por është shumë e drejtë që ato fëmijët, si quajmë ne, me aftësi ndryshe, me aftësi ndryshe duhen ndihmuar dhe duhen mbajtur pranë gjithmonë e krijuar kushte që ato të jenë të pranueshëm në të gjithë shoqëritë, si në shkollë e kudo. Tani Jana, vazhdojmë me librat përsëri? Nëse je dakord? Patjetër. Ndonjë poezi të bukur? Me që ne jemi afër festave të nëntorit, kam përgatit një poezi, është e botuar bilen këtë librin e fundit. Po, me kënaqësi. Mundem që ta recitoj ose ta them, sepse interpretimi është diçka më e madhe, më e lartë dhe nuk e kap dot ndoshta. Po gjithsesi unë po e kam. Ja, krijon emocion gjithsesi. Flamuri me jep një gjilpan, me penë ti në mëndafsh të kutë, të qëndis flamurin urën bini kutë, të qëndis shqiponjen, muanë për flamur. Ere bitanes kur të mbarosh me thuj, li putha ta cepa e tukim në gjunë, në ndër të heronjve e trimave shqiptar, për ata në ngritën flamurin të parë. Ma mëson këngën që këndon për herë, në vlorë të flamurit lëpi dhe herë. Dimër s'ka, as ka pas atë të keqë, shpalosin flamurin për jetë. Në vlorën heroike kokat mdha u mlodhen, me Hasan Prishtinën flamurin shpalon. Isa buletini e Ismail Qemali pavarësinë Shqipënisë në të parë. Ma jetë në flamurin e ta fusnit. Anë e manë botës ku ka shqiptar. Fluturoj në qiell e botës si tregoj, e bagjet më të bukra flamurit i këndoj. Hajde nan të lutëm më ndihmo dhe pak, të mbështjellim nusen me flamur në duvak, me flamur në lokën të përkundim në djepa, rroft flamuri ynë në shepuj e breza. Kush është aty nëja e kombit shqiptar? Është flamuri ynë me simbol kombëtar. Duaj e flamurin bi, për rësie e parë. Për kombë e flamur, gjithmonë t'jem krenar. Bravo Bojana, na i solle festat për para dhe tani do fillojmë dhe të festojmë deri me 28 patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Tani regjia nëse mundet na vej një muzikë edhe për Rrugën me të zone
ku kthyem përsëri në studio. Kam hedhur Bojana një poezi nga krijimtaria jote. Do përpiqem ta lexoj, t'i jap tonin e duhur. Me kënaqësi. Jam hisja jote. Ah. O tokë e bekuar, me lejo të jem aty ku ngatove, pak hiset kem. Jam hisja jote, o e mira tokë, rreth e rrotu s'pash ma të mirë në botë. Të mora me veti, se hisja nuk lihet, tokë e shtrejt arbënore, as shqitet, as blihet. Toka nuk ka goj, për të pole qesh. Gjithë botën njërësore, mbrenda saj e tret. E heshtun pa zë, të thjeth gjelberon, me dheun e vetë në varë të mbulon. Leni qelin lullet, si për kësaj toke, mos ma lën të ik, jam hisja jote. Mbi dy toke shtrejt, u kriju njerëzimi. Si në tokën tande, nuk ndjehet gëzimi. Kur me pyetën Zoti, ise e kujt je? Jam e tokës time, aty ku kam lej. Jam hisja jote. Bojana, unë i lexova këtë vargje dhe më njëherë më hyn shpirt. Shumë faleminderit për të komplementoj, aq sa të thjeshta, por aq magjike, me mesazh shumë të bukur, dhe që të lidhin me vendlindjen, të lidhin me natyrën. Me të vërtet komplimenti. Shumë faleminderit për këtë vargje që i paske zgjedhur tamam atë detarie. Do të shkojmë me vete marrim një copë Shqipëri, me vete marrim një copë tokë, dhe ajo na shoqëron kudo, deshte apo s'deshte, të nxit, që të thuash një varg, që të thuash një këngë, që të thuash diçka për ta, edhe nga larg. Pra ne Shqipërinë atë dhejun ashtu siç unë, sikur edhe ju, sikur të gjitha detaret që janë në mërgim, e kanë me vete një copë Shqipërie, një copë atë dheu, një copë Kosove. Ndoshta ka të bëjë me zgjedhjen time edhe kjo, si jam emigrante edhe unë. Patjetër. Zgjedhja vargjeve. Të nxiten, absolutisht. Po le t'i kthehemi Bojanës në Tiranë tani. Çfarë të tërheqi dhe more rrugën kaq shpejt për Tiranë përsëri? Na trego pak. Tani këtë e kam pas pak si sekrete, faktike, po megjithatë. Po ato që mund thuhen, Enzore, Manzore komplet sekretin. Unë faktike programi im ka qenë të vinë dhjetor për aktivitetin tim që e kam çdo dhjetor me fëmijët, se po më duket sikur po i përmend shumë, po ju kërkoj ndjes, megjithatë unë jam bën shumë mirë dhe është diçka madhështore që bën. Jam afër tyre. Dhe kisha ndërmend që të vi në dhjetor, që unë do të vi përsëri, por më doli një ardhur pak si e shpejt, e ftuar në një kongres të agjencisë investigative Stop Krimit, ku aty jam në bordin e saj, dhe me punën time, me humanizmin tim që kam ndërtuar aty në atë që kam dhënë në atë agjenci, e cila ka filialet e veta në Bruxelles, në Athinë, ndërkombëtarisht, me kam nderuar me shumë tituj të lartë, me shumë tituj të ndryshëm, dhe siç duket, edhe këtë radhë pres diçka surprizë nga ky kongres. Dhe për këtë jam shumë e lumtur, megjithëse po t'ja gjitha këto duhet një punë shumë e madhe, një kontribut shumë i madh, por unë kontribut për atë dhejun tim, për njerëzit e mi, për atë detarët e mi, nuk ursem asnjëherë me aq sa mundësi që dhe mbi të gjitha që unë tani kam edhe një detyrë tjetër shumë fizike, që jam në të gjatat e pajtimit mbar kombëtar. Po, dhe për këtë do flisni për një plagë shumë të vjetër. Ku kam dhe një detyrë shumë fizike,
nën kryetare e Komitetit të Pajtimit Mbarkombëtar të Shqipërisë. Dhe janë disa gjëra që të bien, të sjellin në atë dheun tanë, sepse unë gjithë veprimtarit i kam këtu, Albina, këtu brenda Shqipërisë. Pothuajse jam e shkputur fare nga Londra, por kam familjen, kam fëmijë atje. 3 muaj isha këtu në Verë që qëndrova mbas këtyre aktiviteteve, mbas botimeve të librave të mi, dhe para 2 javësh shika përsëri erdha mbrëm, do 3-4 ditë, normal sa të. Po je me fat shqyr që ke mundësi të jetosh mes Tiranës edhe Londrës, kush është? Shiko, ti sjell e mira, ti sjell punët vet mirë. Gjithmonë nëse ban mirë, mundosh që të bash mirë do të kesh. Edhe unë fal Zotit, fal familjes time, gjithmonë që unë dua t'i përshëndes dhe t'i falenderoj për çdo gjë që më ka dhënë, dhe njëkohësisht dua që t'ju kërkoj edhe falje bile publike nëpërmes çdo emisioni që unë shkoj nëpër stacione televizive, unë ju kërkoj falje sepse po marr shumë kohë nga koha e familjes. Për të realizuar këto që i baj unë. Nuk janë të thjeshta, nuk janë të kollajshme, qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana e kohës. Koha është gjë shumë e shtrenjtë e cila nuk rikthehet më, dhe sinqerisht ju kërkoj ndjesë. Më kanë përkrahur, më kanë mbështetur, asgjë nuk mundet të bësh pa mbështetjen e familjes, por nëpërmes kësaj duhet të përshëndes edhe mbështetjen e të gjithë shoqërisë time, miqësisë time, që më kanë dhënë gjatë veprimtarive të mia të shumta. Dhe për këtë jam shumë e lumtur që kam gjetë gjithmonë përkraje dhe mbështetje nga të gjithë. Duke parë karakterin tim të fuqishëm, që unë kur i hyj në punë, o do ta bëj ose nuk i hyj fare, dhe kam gjetë njëkohësisht edhe përkraje edhe mbështetje. Ky ishte timi që kam ardhur mbrapa. Tani isha shumë me fat që sonte qëllova në Tiranë për të bërë këtë intervistë të shkurtër, po e themi, sepse aktiviteti. Ne jemi me fat që të kemi këtu. Faleminderit që pranove. Faleminderit shumë, gjithmonë unë për atë dhe kombin tim jam e gatshme të la pothuajse çdo gjë, edhe t'i vihem në dispozicion kombit dhe. Majana, ke dëshirë të lexosh diçka tjetër nga librat tuaj? Pak të ndesha të flas pak për romanin tim, autentik. Dhe të na lexosh edhe ndonjë pjesë nëse është e mundur, të shkurtër. Unë do lexoj mbylljen e këtij romani, edhe parathanjen, edhe mbasthanjen. Unë e kam bërë vetë, sepse është një libër autentik, i cili më takonte vetëm mua. Kam fut një jetë të tërë 65 vjeçare, dhe askush nuk e din jetën e tjetrit se kur e din vetë personalisht, dhe kam dashur që të shkruaj gjithçka vetë. Është më tepër autobiografi e jotja dhe e rrethit të familjes. Të gjitha janë brenda këtij libri, 550 faqesh, me të thënat dhe të pathënat e një jetë 65 vjeçare. Njëkohësisht ka dhe shumë mesazhe brenda këtij libri që shumë njerëz, shumë femra, shumë nana, shumë motra, shumë gra e gjejnë veten brenda këtij libri. Nuk jam e vetme, por unë kam thënë vetëm historinë. Ja, historia jote është edhe dikujt tjetër, edhe nuk diskutohet ashtu sikur është historia dikujt tjetër dhe e jotja. Absolutisht. Kjo është shumë e vërtetë. Dhe për këtë dua që të lexoj pak faqe. Me kënaqësi. Ky është libri im për të 65 viteve me mua. Historia ime, por jo. Ky libër është pasqyrë e jetës time, ku për herë të parë pasqyron historitë e mia në errësirën e jetës, por pa humbur dritën brenda vetës. Ky libër ka plagë dhe histori pa emra, ka thyrje dhe qëndres, ka të vërteta të heshtura brenda dhimbjes së vet, ka thirrje ndaj jetës dhe dashurisë, ka heshtje që u lurin, ka histori që duhen dëgjuar e jo paragjikuar, ka rrugtime të vështira drejt dritës së jetës, ku shumë prej tyre
akoma kanë ngelur dritë në kuqe në semafor. Ka dhimbje që më dha emër, ka ngjarje me shumë se kujtime. Ky libër nuk është një kujtim i shkurtër, por një shpirt, një testament, një thirrje e një nane, e një gruaje që ka luftuar të jetoj me kokën lart. Ky libër është autentik me shumë emocion, krenari, dhimbje e plag shpirt. Nuk kam folur me zërin e heshtjes për të mos u dorëzuar. Nëse vërtet dorëzohesh, nëse hesht, rrëzohesh, përsëri pa u bler. E vetëm një ndjesi duhet të jesh vetëm ti. Ky libër është histori e jetuar ku punë e lëkurë tënde dhe e ndjen deri në shpirt, por mbijeton përsëri. Ky libër është një libër i gjatë, i çuar me majën e forcës dhe bojën e jetës, e cila ndoshta nuk do të lexohet kurrë nga ai që duhet lexuar. Ky libër është shtëpia ime e dhimbjes, ku brenda tij është një plag që mban peng shpirtin tim, ku shkruhet një letër e madhe dhe nuk mund të lexohet nga ai që më dha më shumë se gjitha plagët e botës. Ky libër u shkrua me zërin e heshtjes, me lotën e kthyer në forcë. Forca nuk është lot. Nuk është lot, por është vendim dhe kurajo për të mos mbytur brenda tij. Kjo plag nuk është tu, por gujit që tregon jetën time për mos të vdekur e gjallë, por të jem e gjallë edhe mbas vdekjes. Kam lexuar diku ku shkruhej, kur nuk më dëgjuan, fillova të shkruaj. Kështu që edhe unë në mënyrë metaforike u mundova që të sjell thjesht një libër, por jo thjesht një jetë të shkurtër brenda faqeve të tij, ku është shkruar dhimbja, forca, heshtja e cila pak nga pak u kthye në klithmë pas. Në këtë libër nuk do të ketë fajtor, as hakmarrje, as plagë të reja, por duhet të jenë gjurmë që lanë pas. Ky libër nuk do të kthejë në gjykat për të dënuar, por ngjarje dhe jetë për të lexuar. Ky libër do të jetë udhëtim i 65 viteve të mia, gjithçka e imja, histori, sfidë, rënje, ngritje, kthes, fitore, humbje të heshtura me zërin e klithmës, krenari midis plagësh, zëri i një gruaje, i një nane që nuk kërkova mëshirë, por kuptim pa ulurim midis dhimbjes. Nuk kërkova kush, por kërkova të përballem me dhimbjen. Dhimbja në këtë libër kulmon me atë që më ndjek çdo ditë, çdo moment. Dhimbja e njërit prej atyre që e dua më shumë në jetë, që të duroja gjithë dhimbjen e botës dhe këtë jo. Por përsëri e lumtur dhe plotësuar që jeton në jetën e të gjallëve, edhe pse plaga e gërvishur të dha, më tepër. Plagë e hapur në ndëqjet e kohës moderne. Sot në fundin e vitit të 65 të udhëtimit tim, vendosa të shkruaj, të flas të uloras midis heshtjes së viteve, mos të gjykoj, por të çlirohem nga vetja që e mbajta peng. Për vite me radhë dhe dua të jem zëri i fuqishëm i çdo nëne, gruaje apo motre, çdo gjë që ndodh në jetën tonë të gjallë nuk është fundi i botës. Fundi i botës është vetëm vdekja. Ky libër do të jetë mesazh për të gjithë, jo për jetën time. Unë të libër që për personazhin kryesor i jam një ndër ju, me apo histori të ngjashme, me apo kuptim të njëjtë. Por jam shumë i sigurt që kur të lexohen këtë faqe jo të pata të librit tim, do të ndjeheni aq sa të surprizuara, po dhe aq të forta sa unë. Çdo histori, çdo ngjarje apo çfarë do tjetër që na ndodh në jetë, ndodh për një arsye, dhe arsyeja kryesore është të na japë forcë dhe dije si të përballemi me jetën. Gjithçka në këtë botë ka vlerë, edhe vdekja ka vlerë, sepse aty përfundon jeta reale.
ky libër është shkruar i tillë që mos të kërkohen emra, por të kërkohet forca ime. Faleminderit për kohën që më dhe. Faleminderit prej teje Bojana, dhe me kënaqësi do ta kisha në duart e mia atë libër sapo të takohemi. Dhe do e lexoj me kënaqësi patjetër. Por minutave po ju vjen fundi dal nga dal. Do kisha dëshirë mesazhin tuaj për krijuesit në përgjithësi, dhe jo vetëm për poezinë, por edhe për prozën. Dhe a janë të vlerësuar sipas teje krijuesit që më të vërtet meritojnë, apo mendimi jot në përgjithësi, nuk po flasim për një poeta, por shkrimtar të veçantë. A të jep mundësi Shqipëria që të jesh vlerësuar, dhe sidomos neve të diasporës? Në fakt për këtë është diçka e kam të vështirë të përqendrohem, se me të thënë të drejtën kanë filluar shumë që të shkruajnë. Është e drejta e jonë, e secilit prej nesh, që të shkruajmë, që kemi nga shpirti jonë, të shprehemi lirshëm. Vargu apo proza është shpirti i secilit prej nesh. Atëherë, del ke arsyetimi ose ke vlerësimi. Në fakt, edhe kjo, edhe letërsia, edhe shkrimi, sipas meje, më duket sikur është bërë biznes. Si çdo gjë tjetër në Shqipëri. Është bërë me të njohur, është bërë me fanca të rrethuar apo të grumbulluar sipas personave, dhe më duket sikur nuk është e vlerësuar dhe. Por megjithatë, secili shkruan me të drejtën e vet. Në fundit, ne asnjëri, të paktën flas për veten time, nuk shkruaj për çmime, nuk shkruaj për titull. Unë shkruaj aq çfarë ndjej dhe e nxjerr në letrën e pastër që të jetoje edhe mbas vdekjes time. Ashtu sikur e cilësova dhe aty, unë dua të jetoj e gjallë edhe mbas vdekjes. Këto janë vargjet që ne duhet t'i lamë secili në letrën të parë. Dhe ky është vlerësimi më i madh. Por patjetër, jetojmë akoma në epokën që letërsia vërtet do të vlerësohet pas vdekjes. Pas vdekjes. Por unë dua të bëj një përshëndetje të sinqerisht për të gjithë lexuesit e mi, që ata nëpërmes atyre, nëpërmes zërit të tyre, unë kam arrit këtu ku jam. Duke i lexuar, duke i konzishin patjetër. Ashtu sikur jeni edhe ju dhe të gjithë ata që shkruajnë, dhe arrita që unë të botoj 11 libra, jo të pakët, jo të vegjël, por me një sasi të konsiderueshme poezisë, dhe i falenderoj sinqerisht të gjithë, dhe ju them, do mundon që mos i zhgënjej, do mundon që poezinë dhe vargun ta vazhdoj përsëri gjatë jetës time, aq sa të jetë e shkruar jeta e gjatë apo e shkurtër, dhe do të lë këtë pasuri të vetme, këtë testament, dhe të gjithëve ju bëj thirrje, të gjithë atyre që shkruajnë, mos ngurroni. Çfarë do vlerësimi që të japet tjetri, mirë apo keq, ai një radh të parë vlerësoni veten tuaj, me vargjet e juaja që ju del nga shpirti juaj. Nuk luftojnë për çmime. Për çmime luftojnë ata që janë të lidhur mes bizneseve. Ndërsa këshilla jote, por dhe imja është që të rrisin në nivelin e krijimtarisë, dhe me rritje në nivelit krijimtarisë do ndihen mirë edhe vetë, pa pas nevojë për shumë medalja apo çmime. Po, edhe një gjë në lidhje me këtë, me letërsinë, me vargun, që vërtet ne do shkruajmë, por mos e deformojmë gjuhën amtare. Nuk duhet deformuar, nuk duhet të harruar shkronjat, mirë duhet ta dim gramatikën shumë mirë nëse ne hudhim vargje. Pastaj lidhja është tjetër.
a e ban me rim, a e ban të lirë, a e ban proz, a e ban tregim, a e ban roman, ajo është zgjedhja e secilit. Por gjuha është detyra jona që shqipja të shkruhet bukur. Po, duhet të shkruhet mirë. Unë e kam dashur gjithmonë Saktë bukur, të dyja edhe saktë. Dialektikën, e sidomos e kam dashur shumë gegnishtën, se unë vin nga gegnishtja dhe shumica e librave të mi është shkruar edhe në gegnisht, të cilën e dua shumë, ndoshta nuk e flas komplet sepse dua që të përngjas letërsisë dhe gjuhës letrare që të më kuptojnë të gjithë, por dialekti është një ADN e çdo krahine, të cilin ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Është gegnishtja jonë e fishtes. Dhe kësaj unë i përulem me kënaqësi dhe me dashuri jashtëzakonisht të madhe. Patjetër, gegnishtja në poezi rrjall si këngë, mund të themi. Për mua është ikon, për mua është gjithçka. Diskuton. Atëherë, po vi minutat dal nga dal, po na ikin Bojana. Do të le dëshirën tënde, ke dëshirë të përshëndesësh? Përshëndetja ime në radhë të parë shkon për drejtorin e këtij televizioni, kësaj studioje, profesor akademikun Gjin Musa, të cilit ju uroj edhe një herë shërim sa më të shpejt, dhe ta kemi sa më shpejt në një emision të tillë si sonte, t'jam dëgjojmë zërin dhe pse jo të jemi ta përshëndesim edhe live. Do përshëndes të gjitha dëtaret kudo që janë. Do përshëndes të gjithë shqiptarët që janë në emigrim dhe mendojnë që të kthehen brenda Shqipërisë, se pa ata pandimin atyre nuk do bëhet Shqipëria, ashtu që si nëpërmes tyre është bërë edhe deri më sot, sado që mundohen pushtetet që të ulin rolin e tyre, emigranti e ka bërë të paktën për 25 vite, për mendimin tim, e ka bërë Shqipërinë kjo që është. Dua të përshëndes të gjithë ato nëna që rrisin fëmijë me aftësi të kufizuar, që janë heroinat e tyre, edhe të mos dorëzohen. Ato që të ndodhin në jetë, të gjithë nënave, të gjithë grave, të gjithë motrave, sidomos e kam fjalën për nga ana femërore, të mos dorëzohen, ashtu siç e kam shkruar dhe unë në romanin tim, që po të krahasosh shkrimet e romanit tim me veten time që ju më shihni edhe live, thua që unë nuk jam ajo, por jam plotësisht autentike brenda i romani, që mos të dorëzohen për asnjë lloj arsyeje, për asnjë lloj problemi apo historie që të kenë në jetë. Të ecin dhe unë jam gjithmonë përkrahase e femrës, e gruas, e motrës, e vajzës, sepse vajzat janë e ardhmja jo vetëm e kombit, po e gjithë botës, e cila shumohet nga vetë femrat jemi. Gëzuar festat, Shqipëria uroj që mos të ketë të probleme që po ka, me vrasje, me therje, me lloj-lloj ngjarjesh tragjike që po hasim çdo ditë. Më shumë shoh gra shqiptare të veshura në të zeza në Shqipërinë, e mbas 30 viteve demokraci, se sa të veshura me ngjyra atmosfere festive, nga ngjarjet që po ndodhin, dhe uroj të ketë sa më pak. Dora e shtetit dhe ligjet të vinë në dispozicion të këtyre ngjarjeve, të këtyre historive, se vërtet edhe ne shqiptarët emrin shqiptar po e përdorin ose po e keq përdorin në për vendet e tjera atje ku jetojmë, unë në Londër, ju në Itali e tjerë. Të jemi tamam shqiptar, ashtu siç duhet të jemi dhe të kemi emrin tamam shqiptar. Këto janë mesazhet e mia. Mesazh jashtëmase me vend,
mund të themi se jo vetëm në Shqipëri ndodhin vrasje, po ndodhin kudo, por ne na kanë edhe zemra për vendin tonë më tepër dhe shpresojmë si Albina, ndodhin kudo vrasje, nuk diskutohet. Më shumë se sa ndodhin në Londër, besoj se ndodhin në Kërkundi. Por, në krahasim me numrin e popullsisë, tek ne ndodhin jemi një grusht njerëz, jemi shqiptar, një grusht njerëz dhe të ndodhin gjithë këto masakra. Është e dhimbshme, me vërtet. Për këtë po e them. Të rritën fëmijët jetim, të vajtojë nëna, në vend që t'i këndojnë një ninull fëmijës së vogël të atij që vritet, ajo vajton mbi arkivolet që po vriten ditë për ditë. Kjo është e lart. Është shumë e dhimbshme. Me të vërtetë. Duke uruar për një jetë më të mirë, duhet të falenderoj edhe ty, Albina, që ma dhe të mundësi që sonde të jemi në mesin. Faleminderit, për mua ishte kënaqësi me të vërtetë që të pata sonte këtu në bashkëbisedim direkt. Rani, do të përshëndes teknikën. Patjetër. E përshëndesim kushtrimin të cilin gjithë lidhjet i bën ai. Për punën e tij të vazhdueshme. Faleminderit kushtrim. Dua të përshëndes edhe ndjekësit e këtij ekrani. Janë të parë, patjetër. Edhe ata që s'na kanë ndjekur, sepse secili ka arsyet e veta. Që nuk di se çfarë të them tjetër, unë jam gati. Faleminderit Bojana. Për intervista të tjera. Ora kaloi pa e kuptuar. Vërtet kaloi pa e kuptuar. Ju falenderoj të gjithë që na keni ndjekur. Një përshëndetje speciale shkon përsëri për drejtorin e TV, një dritare Gjin Musën dhe ju uroj shërim të shpejtë. Gjithashtu dhe unë. Faleminderit Bojana, kënaqësi që të kishim sonte këtu. Miru takofshim. Faleminderit juve. Natën e mirë, miru takofshim. Natën e mirë të gjithëve. Natën.